Asgjë për t'u shqetësuar, këto janë arsyet përse foshnjat shtrëngojnë vazhdimisht grushtat. Një nga gjërat më të zakonshme që shohim si reagim i një foshnje është shtrëngimi i grushtave të tyre. Foshnjat shtrëngojnë grushtat sepse ky është një reagim normal i sistemit të tyre nervor në zhvillim. Gjatë shtatzanisë, fetusi në zhvillim fillon të lëviz krahët dhe këmbët dhe më pas, kjo lëvizje vazhdon të zhvillohet pas lindjes. Në fillim foshnjat nuk kanë kontroll të plotë të lëvizjeve të tyre dhe shtrëngimi i grushtave është një nga lëvizjet e para që mësojnë të bëjnë. Ndërsa zhvillohen, foshnjat fitojnë më shumë kontroll dhe mund të hapin edhe të mbyllin grushtat sipas dëshirës. Përveç kësaj, shtrëngimi i grushtave mund të ndihmojë foshnjat të zhvillojnë lëvizshmërinë dhe forcën në duart e tyre, si dhe të përmirësojnë perceptimin e tyre për botën përreth. Gjithashtu, shtrëngimi i grushtave mund të forcojë lidhjen midis trupit të foshnjës dhe muskujve të duarve. Përveç ndihmës në zhvillimin e lëvizshmërisë dhe forcës në duart e foshnjës, shtrëngimi i grushtave mund të ketë qëllime ose funksione të tjera. Sigurimi i një ndjenje sigurie. Shtrëngimi i grushtave mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet më i sigurt dhe më i mbrojtur, pasi mund të jetë një reagim normal ndaj situatave të ankthit ose frikës. Zhvillon koordinimin. Shtrëngimi i grushtave mund të ndihmojë në zhvillimin e koordinimit midis muskujve dhe lëvizjeve të ndryshme të foshnjës. Praktikon prekjen. Shtrëngimi i grushtave mund ta ndihmojë fëmijën të praktikojë prekjen, pasi grushtat e tyre mund të kapin dhe prekin objektet dhe sipërfaqet. Në përgjithësi, shtrëngimi i grushtave është një reagim normal i sistemit nervor të foshnjës dhe nuk duhet të shqetësojë prindrit.